Horoskopi ditor e inte 8 maj 2025. Dashuria. Gjatë ditës mund të ketë komplikime në dashuri për vendasit e shenjës. Kini kujdes, mund të krijoni një situatë të pakëndshme që do të shkaktonte që marrëdhënia të degenerohej. Për beqarët mund të ketë takime të shkëlqyera. Puna, ditë diskrete për sferën profesionale. Edhe nëse disa keqkuptime do të jenë të mundshme, asgjë nuk është e pasgjithshme. Demi. Dashuria. Sot në sferën sentimentale duhet të hapësh syt, përndryshe mund të kesh disa befasi të këqija. Nëse nga ana tjetër nuk ndjeheni mirë të vazhdoni lidhjen, shikoni diku tjetër. Beqarët duhet të vendosin për pushimet nëse duan të shijojnë këtë verë. Puna. Në një nivel profesional sot do të jeni shumë të zënë. Sot mund të merrni një lajm të bukur dhe interesant. Binjakët. Dashuria. Në këtë ditë nuk do të ketë asnjë ngjarje të rëndësishme lidhur me situatën tuaj sentimentale. Pak nervozizëm do të gjenerojë keqkuptime dhe ndjenja të këqija. Edhe për beqarët do ketë ulje ngritje, por ata do të mbijetojnë. Puna. Në punë mundësitë që paraqesin veten e tyre do të jenë shumë pozitive dhe do të përpiqeni të shfrytëzoni sa më shumë prej tyre për përfitime. Gaforja. Dashuria. Mos pranoni kritika nga dikush që nuk ju pëlqen. Përkundrazi, përpiquni të mbani kontrollin dhe të shmangni marrjen me partnerin tuaj. Një ditë e mbushur me takime për zemrat e vetmuara, perspektiva të shkëlqyera për fillimin e një historie. Puna. Sot do të merrni komplimente nga kolegët tuaj, që tani e tutje ata do të jenë më të sigurt me ju. Luani. Dashuria. Do të jeni sipërmarrës dhe do të përpiqeni të mbaniti partnerin. Mund të kaloni një mbrëmje të këndshme me të dashurin tuaj dhe të tregoni dashurinë tuaj. Lajmi mirë edhe për beqarët. Do të ketë takime shumë me fat. Puna. Ju keni shumë projekte për të ndjekur dhe favorizimi i yjeve do t'ju lejojë të ecni përpara. Ju nuk do të tërhiqeni nga sfidat e reja. Virgjëresha. Dashuria. Fillimi i ditës nuk është shumë pozitiv për ata që lindin nga shenja, por hëna do t'ju dhurojë emocione të bukura. Marrëveshja me të dashurin tuaj është e lartë dhe ndjeheni të kënaqur. Beqarët do të jenë në gjendje të bëjnë njohje që do të dëshmojnë se janë të rëndësishme për të ardhmen. Puna. Disa goditje në punë mund ta bëjnë këtë ditë të vështirë, por pengesat nuk ju trembin. Peshorja. Dashuria. Sektori sentimental është mjaft i mirë. Nëse keni një lidhje për një kohë të gjatë, mund të merrni në konsiderat projekte të rëndësishme si martesa ose bashkëjetesa. Edhe për beqarët perspektivat janë të shkëlqyera. Do të ketë flirte të reja. Puna. Do t'u nënshtroni modeleve të vazhdueshme të punës dhe keni nevojë për pushim. Kaloni më shumë kohë me veten tuaj. Akrepi. Dashuria. Në dashuri, dëshira për të qenë me personin e zemrës do të jap një arsye të vlefshme për ta përballuar ditën me entuziazëm. Shfrytëzoni mundësitë për të përkëdhelur veten dhe për të forcuar mirëkuptimin tuaj. Edhe beqarët janë të preferuarit e yjeve, të cilat ju ftojnë të qëndroni me sy hapur, nëse doni të gjeni dashurinë. Puna. Dita rezervon mjaft punë, megjithatë marrëdhëniet me kolegët janë të mira dhe kjo ju bën të ndjeheni të qetë. Shigjetari. Dashuria. Sot do të jeni shumë të vëmendshëm ndaj asaj që po ndodh përreth jush dhe mund ta gjeni veten duke marrë vendime vendimtare për jetën tuaj të dashurisë. Aventurat flirtuese dhe intriguese po vijnë për beqarët. Vera vazhdon të afrojë mundësi të mrekullueshme. Puna. Do të kenë ndryshime pozitive si në punë ashtu edhe në financa. Fal vendosmërisë suaj, do të jeni në gjendje jo vetëm të fitoni më shumë para, por edhe të punoni më paqësisht, pasi nuk keni askënd që të qëndrojë mbi kokë. Kthimi juaj do të rritet saktësisht për shkak të lirisë së veprimit që do t'ju jepet. Britqapi. Dashuria. Është koha për të reflektuar në dashuri. Ata që kanë zhvilluar diskutime me partnerin e tyre do të duhet të flasin për të sqaruar disa situata. Beqarët që nuk duan të lidhen do të gjejnë mundësi të mira për t'u argëtuar. Puna. Në fushën profesionale kënaqësitë nuk do të zgjasin shumë dhe ato do t'ju paguajnë për të gjitha përpjekjet tuaja. Ujori. Dashuria. Do të jeni të rrethuar nga njerëz pozitiv që do t'ju sjellin gëzim.
Ata që kanë mbyllur së fundmi një histori, duhet të vlerësojnë disa gjëra që mund të sjellin ndryshime të rëndësishme. Beqarët mund të kalojnë momente të këndshme. Puna. Java e punës do të jetë plot befasi dhe mund të ketë lajme të rëndësishme për kontratat dhe punësimet e reja. Mundësi të shkëlqyera për të gjetur një punë të suksesshme dhe të paguar dhe të mirë, edhe për ata që më në fund kanë treguar talentin e tyre. Peshqit. Dashuria. Sot do të jeni më të qetë dhe do të keni mundësi të bisedoni me partnerin dhe familjen tuaj me qartësi të madhe. Edhe beqarët do jenë në gjendje të japin përgjigjet e duhura për çdo situatë. Do të ketë mundësi të shkëlqyera në dashuri për të gjithë. Puna. Në punë do të jetë një ditë e ngarkuar, por në fund do t'i gëzoheni rritjes së fitimeve.